Gjendja sociale dhe financiare e gazetarëve në Shqipëri është kritike. Deklarata është bërë nga Unioni i Gazetarëve, të cilët pasi bën një panoramë të situatës në vend, i kërkuan qeverisë që të përmbush detyrat e saj kushtetuese në lidhje me respektimin e lirisë në media. Është një situatë e cila është në përkeqësim tronditës. Në 72 televizionet e vendit, të listuar sipas autoritetit të medias audiovizive të vendit, vetëm 90 prej tyre nuk ka vonesa të pagave dhe detyrimeve financiare ndaj punojësve. Në 71 radio, 63 prej tyre janë në riciklim vonesash të pagave në mënyrë më arbitrare, se nisur nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. I kujtojmë Parlamentit dhe qeverisë së vendit detyrën e pakryer dhe detyrimin kushtetues që kanë në drejtim të lirisë dhe respektimit të saj. Ndërkohë, kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për propozimin e anëtarëve në bordin monitorues të medjave. Në këtë institucion Unioni i Gazetarëve është përgjigjur negativisht. Sipas kreut të Unionit të Gazetarëve, Aleksandër Qipa, anëtarët e këtij bordi gjithnjë janë zgjedhur në bazë të preferencave partijake e politike të anëtarëve të KQZ-s. Kjo është shkresa e dërguar nga sekretari i përgjithshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në këtë janë të listuar disa organizata, mbi 60 organizata gazetarësh, të cilat natyrisht kanë një vërtetim të gjykatave për ekzistencën e tyre, por nuk mund të barazohen me organizatat më të rëndësishme të gazetarëve, dhe që japin kontribut periodik të përmuajshëm dhe të përhershëm për mbrojtjen e interesave të komunitetit tonë profesional. Kjo është një gjë e papranueshme dhe fyese. Ky nen që lidhet me funksionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet të riparë. Si antarë të këtij bordi janë preferuar ata që vinë prej shtypit partijak dhe atij të politizuar. Ky alarm u dha në 3 maj, në ditën botërore të lirisë së shtypit.